Rej Manaj mungoj dje për të dytën ndeshje radhëzit e Sharia FC, sulmuesi kombëtares nuk ishte as në stol në transfer të Al Dhafrës, një takim që kishte vlerë për javën e 14 të kampionatit në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe u mbyll me fitoren 0-2 të Sharia. Manaj duket se e ka ndarë mendjen për t'u larguar përfundimisht, dëshira e tij mbetet rikthimit të Sivaspori në Turqi edhe pse u raportua se destinacioni i ri do të jetë Kina. 28 vjeçari është shprehur se po hiq dorë nga rreth 4 milionë euro për t'u transferuar te klubi turk, po ashtu pret që 2000 tifoz të vendosen në aeroport kur ai të mbërri dhe po ashtu të ndërtohet një ekip pretendent për Superligën. Interesant është fakti se Sivaspori mbetet i bllokuar nga FIFA, zhbllokimi pritet nga dita e nesërme. Rej Manaj kërkon largimin nga Al Sharia në Emiratet e Bashkuara Arabe, por ndryshe nga sa është raportuar së fundmi nuk ka firmosur për asnjë klub në Kinë. Përkundrazi, ai vazhdon të jetë në bisedime për kthimin e mundshëm në kampionatin turk të futbollit. Media turke kanë bërë të ditur se presidenti i Sivasporit, Burak Özçoban, ka qenë përsëri në ditën e fundit në kontakt me Manajin, duke i parashtruar kushtet financiare për kthimin në klubin e kategorisë së dytë turke, i cili është kandidat për t'u kthyer në elit. Sivaspori përballet me një bllokim të merkatos nga FIFA për shkak të detyrimeve financiare, por në klub po punohet për të shlyer këto pagesa dhe për të përfshirë menjëherë Manaj në ekipin e tyre, nëse sulmuesi do të bjerë dakord. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se Manaj nuk ka kthyer përgjigje përfundimtare pikërisht për shkak të problemeve që ka Sivaspori, por do ta bëjë një gjë të tillë shumë shpejt. Manaj shënoi 30 gole në 60 ndeshje me fanellën e klubit turk në Super League në 2 sezone në radhët e kësaj skuadre dhe një tjetër eksperiencë në radhët e saj duket se tërheq futbollistin e kombëtares shqiptare.